Kjo është një nga ato receta që të shpëton gjithmonë kur të ha diçka e shijshme, por nuk ke shumë kohë. Si fillim në një tigan do të hedhim pak vaj, do të skuqim një qep, do vazhdojmë ta skuqim qepën për disa minuta derisa të fillojë të zbutet paksa. Më pas do të hedhim një spec, kungull jeshil. Perimet janë sipas dëshirës, unë kam përdorur këto perime, ju mund të përdorni edhe perimet e tjera. Të vazhdojmë të përzijemi mirë për disa minuta derisa të fillojnë të skuqen dhe të jenë zbutur. Më pas do të hedhim 150 gram deri në 200 gram spinaq, të cilin më parë kam larë dhe kam ngrirë. Në të njëjtën mënyrë do të vazhdojmë dhe me spinaqin, do ta përzijem për disa minuta. Do t'i hedhim krip dhe pak piper të kuq. Erëzat gjithashtu janë sipas dëshirës, nëse dëshironi mund të jeni edhe erëza të tjera. Tashmë perimet I kemi gati dhe do t'i lëmë të ftohen. Pasi janë ftohur, do t'i hedhim 2 vezë, do ta përzijem mirë. Për këtë recetë gjithashtu na duhet edhe një pec foliate, të cilën mund ta gjeni në çdo supermarket. Do ta shprehim petat foliate në mënyrë të tillë që të piqet më mirë. Pasi kemi shpuar të gjitha, do të hedhim sipër perimet. Do ta përhapim mirë. Sipër do të hedhim djath cheddar ose ndryshe djath picash. Do ta mbulojmë të gjithë sipërfaqen. Dhe gjithashtu dhe djath mozzarella. Për t'i dhënë ngjyrë më të bukur pas pjekjes, sipër gjithashtu unë kam hedhur piper të kuq. Dhe do ta vendosim në furrë të parangror me 200 gradë për 25 minuta. Pasi të jetë pjekur, do ta lëmë të ftohet. Dhe e kemi gati për ta shërbyer. Do ta presim. Do ta vendosim në pjatë dhe më pas e keni gati. Nëse kjo recetë ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Dhe nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëf mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.